drejt për drejt në linjë me Vidar. Përshëndetje zoti Muloli dhe përshëndetje zoti Osmanaj. Përshëndetje nisëzim. Atëherë nisim me ju zoti Muloli, kemi parë që sado që kalojnë ditët dhe ecë koha aq më e mjegull të bëhet situata rreth çështjes së zgjedhjes së presidentit apo mundësisë së rizgjedhjes së zonjës Osmani edhe për një mandat tjetër. Si e shihni këtë situatë dhe pse mendoni se ekziston një paqartësi e tillë? Po koha po kalon, do thotë jemi shumë afër fillimit të muajit mars deri kur duhet të zgjidhet presidenti ose presidentja e re apo të rizgjedhet presidentja Osmani. Në anën tjetër patëm një prolongim, një stërzgjatje të procesit të zgjedhjeve për si pasojë e rinunimit të votave që është bërë, gjë që ka shtyrë procesin e certifikimit të rezultateve dhe konsolidimit apo konstituimit të kuvendit dhe emërimit të qeverisë në mënyrë që të ecet shpejt edhe me zgjedhjen e presidentës. Tani një vështirësi shtesë, një parametër shtesë që duhet marrë parasysh është edhe lirimi i vendimit të gjykatës kushtetuese tani, cila në qoftë se prap do të kemi pozicionim të njëjtë të partive politike në relacion me kandidatin e listës sërbe për nënkryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës, atëherë mund të kemi sfida të reja të cilat në qoftë se shtyn konstituimin e kuvendit, atëherë nuk mund të as të emërohet presidenti apo presidentja, që na fut në një situatë ndoshta të vakumit ligjor dhe institucional kogja të rrezikshëm. Zotri Osmanaj, çfarë shpjegimi ka në pikpamjen tuaj kjo paqartësi në qëndrimet e partive politike saj përket çështjes së presidentit, sidomos në atë të kryetarit televizjes Vetëvendosja Albin Kurti, i cili ka fituar një shumicë absolute në zgjedhjet e 28 dhjetorit, por edhe të partive tjera, në këtë rast si PDK-ja dhe LDK-ja e po ashtu edhe AAK-ja? Fillimisht lëvizja Vetëvendosja dhe zoti Kurti kanë shumicën absolute të gjithë deputetëve dhe në këtë mënyrë janë në një pozitë më të favorshme edhe nëse do të ketë diskutime ose çfarë do lloj potencialisht negociatash për një emër konsensual për presidentin. Normalisht zoti Kurti unë besoj që ka në pozicion të tillë për shkak se edhe ai vet ka ndoshta nuk është qartë as i prerë se cila është preferenca e tij. Po ne kemi parë që në 2-3 vitet e fundit ka pas një ftoje të raporte me presidentin Osmani, ka pas, si më thonë, një dallim të qartë i cili është vërtetë dhe shfaqet edhe në publik mes qëndrimeve të kryeministit Kurti dhe presidentit Osmani, dhe besoj që kjo është një sinjal që zoti Kurti nuk është prerë si më thonë mbështets ose përkras e zonës Osmani edhe për një mandat. Kjo nuk i bie pra që zoti Kurti do të provojë gjithsesi të gjejë një emër të ri, megjithatë besoj që vetë qëndrimi i tij që një farë sinjali pra që nuk ka një qëndrim të prerë në lidhje me kandidatin e preferuar për president. Ndërsa partitë e tjera mendoj që është mirë që të tentojnë si më thonë të përafrohen rreth një emri ose të shohin se cilat janë mundësitë pra që të diskutojnë me partinë e parë në këtë rast që do ta formojë qeverinë në mënyrë që të gjendet ndoshta një emër më konsensual. Këtu unë besoj që te çështja e presidentit shpesh po keq kuptohet ideja e një emri konsensual i cili nuk do të thotë pra që duhet të ketë gjithsesi konsensus të plot nga gjitha partitë politike, vetë ideja e propozimit të më shumë se një kandidati pra që është obligim kushtetues, nuk kupton pra që duhet të ketë një farë lloj gare ose duhet të ketë një farë lloj zgjidhje brenda kuvendit në ditën kur votohet presidenti, dhe në këtë mënyrë normalisht që do të ketë pozicione dhe do të ketë propozime të ndryshme. Unë besoj që lëviza Vetëvendosja është një pozitë shumë të mirë për shkak se ka një shumicë të konsiderueshme, pra shumicën e nevojshme për të themeluar qeverinë dhe shumicën e nevojshme edhe për të zgjedhur presidentin në raundin e tretë. Këto diskutimet e bojkotimit ose mosmarrjes pjesë në votime për presidentin, unë mendoj që janë të dëmshme dhe mendoj që nuk do duhet të ishin fare diskutime për shkak se është obligimi i gjithë përfaqësuesve në Republikën tonë, pra që gjenden në kuvendin e Kosovës, për gjitha partive politike që të marrin pjesë në procesin e votimit, pavarësisht se si ata votojnë, mendoj që kjo është një detyrë e tyre kushtetuese.
Faleminderit për këtë pjesë, zoti Osmana, ju ftoj që ndroni në linjë, do të vazhdojnë tani bisedën në studio me zotrin Mulolli. Gjatë vitit kaluar, sa zgjati pothuajse tërvitjen blokada politike me vështirësitë për konstituimin e kuvendit e pastaj edhe me formimin e qeverisë, ka pasur vazhdimisht vlerësime se presidenti Osmani të gjitha veprimet dhe vendimet e saj ka marrë në atë mënyrë që t'i shkoj për shtati interesave të zotrit Kurti. Dhe tani po shohim ndoshta një hezitim nga ky fundi që zonin Osmani ta vendosë sërish edhe për një mandat në krye të presidencës. Pse vlerësoni se është një gjë e tillë? Po kjo periudhë ka qenë, është manifestu, do të thot, me tension ose me qarje mes të njerit dhe tjetrit dhe me pozicione ku kanë qenë më të afruara, ku në rastet kryesore kur presidenti Osmani do thot ka me heshje ose me veprimet të saj ka vepruar pak në favor të qeverisë aktuale. Mirë po, edhe veprimet e presidentes Osmani nuk kanë shku pa vërejtën nga kryeministri i detyrë Kurti. Cilat për shembull? Po, për shembull ka qenë një numër i rasteve kur ka pasur tensionim rreth çështjeve të brendshme apo dhe marrëdhënieve të jashtme, të gjithëve na ka mbetur në vesh ajo deklarata e famshme në Kuvendin e Kosovës në raportimin vjetor të presidentes në Kuvendin vjetor rreth lutjes bigjaz me aleancat. Mirë po ka pasur edhe raste kur vendi ka qenë në një krizë të madhe politike dhe presidentja nuk e ka luajtur rolin që është dashur me luajt për me siguru unitet, do thotë ka më shumë se një vit faktikisht që jemi në një farë ngërgj institucional dhe është dashur të jetë më aktive në krijimin ose tentimin me kriju një zgjedhje. Tani kemi një situatë tjetër ku presidenti Osmani vazhdimisht deklaron ka rritur fushatën, ka rritur aktivitetin e saj politik edhe të komunikimit politik apo të PR-it, me deklarata se ka bë punë të mirë, se ajo duhet të rizgjidhet. Mirë po kemi heshtje absolute në anën e të gjitha partive politike, do thotë ende nuk e kemi një rikonfirmim të partive politike, si të Lëvizjes së Vendosur, si të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike apo Aleancës, se pajtohet me atë vlerësim të presidentit Osmani. Në anën tjetër, personi që do të thotë i ka në dorë fuqinë e propozimit, kryeministri i detyrë Kurti, është tërësisht i heshtur. Do thotë pavarësisht se ka thënë se duhet të rizgjedhen, ka pasur dhe pyetje që është bërë, mirë po kryeministri i detyrë është shmangur mjaft diplomatike dhënies së përgjigjeve. Prandaj është një farqetësie totale në diskursin publik rreth asaj se a duhet të propozohet apo jo, po flas çdo herë nga ana e partive politike, që bën goxha të paqartë, do thot rrugën përpara. Gjithsesi duhet me ditë që do të ishte mirë, kërkohet që presidenti të jetë konsensual, të jetë i pranueshëm për të gjithë, që të ketë rolin e një akteri të panshëm politikisht dhe të ruajë unitetin e Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj. Mirë po, duhet potencu që Lëvizja vendosur ka 51% të votave, ka një shumicë, dhe partitë tjera nuk e kanë shumë luksin edhe të lëshojnë sallën apo të tentojnë ndonjë bojkot që do të parandalen të zgjedhjen e një presidenti të ri apo rizgjedhjen e presidentes Osmani. Sepse ajo me të vërtetë do të shihej derisa periudha rreth zgjedhjes periudha kjo një vjeçare që patun tani rreth zgjedhjes së kryeparlamentarit ka qenë një amulli rreth kush ka pas të drejtë apo jo, kush ka sabotu, kush ka bojkotu. Në këtë rast, në qoftë se partitë opozitare lëshojnë sallën, do të jetë një sinjal mjaft i keq për ta edhe për të ardhmen politike. Po, për shkak se ardhmja politike e tyre mund të testohet shumë afër me njëherë pas 4 marsit, në rast se do të shpalleshin zgjedhjet e parakohshme si rezultat apo si pasojë mos zgjedhjes së presidentit dhe kështu asnjëra prej tyre, nëse mund të themi, nuk do të konvenonte një qëndrim i tillë i cili potencialisht mund t'i dëmtonte në zgjedhje. Absolutisht jo. Aq më tepër tash sa vite, dekada, si Lidhja Demokratike e Kosovës, si Partia Demokratike e Kosovës, si Aleanca janë treguar se kanë tregu një pjekuri të institucionalizmit, prandaj një bojkot i anës tyre do të ishte edhe në kundërshtim me frymën politike të tyre, po gjithsesi do të ishte edhe në dëm të gjithë Kosovës.
Zotri Osmanaj, kemi parë presidenten Osmani gjatë javëve të fundit që është mobilizuar duke bërë, nëse mund të themi, një lloj fushate për synimin e saj që të rizgjedhet në postin e presidentës. Kemi parë deklarata të nxjerra ndër muaj gjatë vizitave në për vende të ndryshme perëndimore, duke thënë se mbron interesin e Republikës së Kosovës, ka punuar që ky interes të vijë vazhdimisht në shprehje dhe të avancojë pozitën ndërkombëtare të Kosovës. Tregon këto veprime të presidentës Osmani si një lloj mungese të garancës akoma nga zotri Kurti dhe se nuk e ka të sigurt nëse ai do ta propozojë sërish edhe për një mandat apo jo? Po, mendoj që ka pas disa sinjale që edhe zoni Osmani pra nuk ndihet i sigurt nëse prap do të ketë mbështetjen e lëvizjes vendosje në kuvend. Normalisht që ajo është angazhuar veçanërisht ditëve të fundit në mënyrë intensive, pra që të çojë sinjale se dëshiron edhe një mandat, edhe të çojë sinjale ose të mundohet të tregojë pra që ka pasur rezultate me të cilat ajo meriton mbështetje në kuvend. Dhe unë mendoj që në arenën ndërkombëtare presidenti Osmani ka pas një rol pozitiv, veçanërisht në këto zhvillime të fundit që kanë ndodhur dhe në këtë kontekst mendoj që presidenti Osmani do të arsyetonte ose do të mund të justifikojë pra me kërkimin edhe në një mandat tjetër. Normalisht në aspektin e brendshëm ose në politikën e brendshme, siç e tha zoti Mulolli, nganjëherë ka pasur kështu tendenca ose sinjale pra që qoftë në heshtje apo në mënyrë më eksplicite të anë nga njëra ose tjetra palë që normalisht nuk i ka shërbi aq sa duhet postit e presidentit. Megjithatë, normalisht ne nuk do të harrojmë që zonja Osmani ka qenë pjesë e listës së përbashkët me lëvizjen vetëvendosur në vitin 2021 dhe ka dalë nga koalicioni i përbashkët dhe normalisht që është mos e normale që të ketë një anim ndoshta drejt atij koalicioni ose qeverisë në këtë rast. Por që vitet e fundit pa kemi pa që edhe në raport me qeverinë e zotit Kurti ka pas një, si me thoni, dallim, ka pas madje tone mjaft të ashpra edhe në adresimin në kuvend që u përmend, dhe këto kanë qenë sinjale pra që zoni Osmani megjithatë ka pas një si me thonë një lloj të integritetit si person që përfaqëson unitetin e popullit në ato momente kur e ka vlerësuar pra që duhet të reagoj, me ose pa të drejtë ka reaguar dhe ka përquar mesazhin e saj. Prandaj mendoj që përderisa nuk ka ndonjë, si me thonë, kontestim qoftë veprimeve të saj, qoftë vendimeve të saj, unë nuk e di se cila do të ishte justifikimi pa që dikush të jetë a priori kundër vazhdimit të mandatit të saj. Normalisht mund të ketë preferenca të tjera dhe që është normale, mund të ketë emra të tjerë që mund të mbështeten ose propozohen. Megjithatë, për në ardhë të puna, si me thonë, me bojkotu pjesën ose seancës së ku votohet presidentja, unë besoj që do të duhet të kishte një arsye shumë të fortë, pra do të duhet të kishte qoftë ndonjë veprim i cili cënon rendin juridike kushtetues, i cili cënon interesat e Republikës tonë, ose i cili vën në dyshje, si me thonë, integritetin e presidentës, e që nuk mendoj që ky është rasti dhe nuk mendoj që kemi pas situata të tilla. Prandaj nuk besoj e nuk mendoj që do duhet asnjë prej partive politike që të bojkotoj seancën ose procesin e votimit të presidentit. Normalisht edhe politikisht nuk ju shkon favor tyre. Po dhe ashtu siç u tha në studio, pra shumica e partive parlamentare janë treguar gjithmonë institucionaliste dhe janë treguar parti pra që luajnë rolin e tyre në procesin e formimit të institucioneve, ruajtjes së institucioneve që janë pikë kyçe ose elementare bazike e funksionimit të Republikës tonë. Por, zotri Osmanaj, edhe sigurimi i votave të mjaftueshme për ta bërë sërish zonin Osmani presidente, konsiderohet vështirja e arritshëm pa një marrëveshje politike ndërmjet partive tjera dhe lëvizjet vetëvendosje që ka fituar shumicën e votave në zgjedhje në këtë rast. Unë këtu nuk pajtohem, unë mendoj pak me ndryshe, nëse shohim vetë se si është, si me thonë, është hartu kushtetuta jo, edhe në mënyrën se si zhvillohet gjithë procesi i zgjedhjes së presidentit, pra është krijuar një mundësi pra që mos të ketë bllokat të tillë ku duhet të ketë me patjetër pra shumicë, si me thonë, të 2/3 ose konsensus të plot brenda kuvendit, për shkak se një gjë e tillë është shumë problem të arrihet në sistemet të fragmentuara, në sistemet shumë partijake, pa ku ka interesa dhe pozicione ndryshme politike. Prandaj në mënyrën se si kushtetuta unë ka para pa, pra që
normalisht 2 rundet e para kërkohet një shumicë e 2/3 në mënyrë që të ketë legitimitet më të madh presidenti, të shihej përfaqësues i pjesës më të madhe politike, qoftë edhe për te qeverisë. Megjithatë në votimin e tretë është lënë mundësia pra që të ketë ose me një shumicë thjesht pra presidenti të zgjidhet në mënyrë që mos të ketë bllokim. Unë mendoj që një mangësi e vendimit gjykatës kushtetuese në raport me zgjedhjen e presidentit dhe në raport me gjithë procesin, pra ku gjykata kushtetuese kërkon që në mënyrë që të konsumohen 2 rundet e para pra të ketë të paktën 80 vota, mendoj që krahas kësaj pra është dashur në mënyrë eksplicite të sqarohet edhe roli i deputetëve në këtë seancë, për shkak se nëse kërkon që në mënyrë eksplicite të ketë 80 vota, atëherë do duhej patjetër që votimi pra të jetë obligativ dhe të jetë kushtetues dhe për deputetët. Sepse në këtë mënyrë gjykata kushtetuese e ka lënë një farë mundësie pra që të bllokohet procesi duke kërkuar që të ketë patjetër 80 vota brenda kotisë së votimit, por në një mënyrë nuk ka kërkuar ose nuk e ka obliguar deputetët në mënyrë eksplicite që të marrin pjesë aktivisht në procesin e votimit. Prandaj kjo mendoj që ka kriju pak konfuzion dhe ka lënë hapësirë për kësi blokada pra që diskutohen tash sa kohë, megjithatë me një situatë kur ne kemi një shumicë të qartë pra që pritet të themelojë qeverinë e ardhshme, nuk besoj që ka hapësirë dhe do duhet kishte hapësirë për blokada të tilla, veçanërisht kur e dim që ne po vim për një palë zgjedhjeve të përsëritura si pasojë e pamundësisë për të themeluar institucionet dhe nuk i shkon favor asnjë prej partive politike dhe asnjë prej aktorëve politikë që kemi zgjedhje të reja. Prandaj mendoj që nëse secili prej aktorëve politikë brenda kuvendit e luan rolin e vet, nuk e marr pjesë në votim, duke propozuar kandidat alternativa, po sido që ata pozicionohen, do të ishte mënyra e drejtë dhe normalisht do të shmangin një blokadë e panevojshme që përveç partive politike dhe pasoja që do të ketë për këta aktor politik, do të ketë pasoja të mëdha për neve si Republikë. Po, zotëri Muliolli, si vlerësoni ju se duhet sillen partitë tjera politike në momentin kur lëvizja vendosje do të propozojë emrin për presidentin e ardhshëm? Unë thash më herët, do të tregon institucionaliste, edhe vota kundër është vot proteste, është mënyrë demokratike protestimit e mos pajtimit me një vendim. Gjithsesi duhet tentohet, duhet mbahen takimet e liderëve partijak që tentohet të arrihet të një emër konsensual, që do të ishte më mirë për skenën politike në Kosovë. Mirë po, prapë them, nuk është domosdoshmërisht e kërkuar që tjetë çdo kush një person i pavarur ose diçka tjerë. Tek e fundit na e dim që edhe presidentët e kaluar të Republikës së Kosovës në përjashtim të zonës e Ahjaka kanë qenë të partive tjera, do thotë sepse kanë gjithmonë posti presidentit ka qenë pjesë e diskutimeve të krijimit të koalicionit qeveritar, me që rast janë bërë këmbime të portfoljove, për ku gjithmonë ka qenë pjesë e kombinimit edhe posti i presidentes. Tani, pasi veç temë kryesore është presidenti aktuale Osmani, duhet po të nësu që ajo ka dhe një handicap pak të vogël, sepse dim që ka pasur qarje edhe brenda partisë Guxha, dim që ka pasur tensione edhe me ministrin e punëve të jashtme në detyrë zonën Gërvalla, bile kam pasur dhe shkëmbime publike përmes këngëve disa, nëse më të themi kështu që nuk i ka pas hi as njërës as tjetërës, sepse njëra presidenti tjetëra është ministre punëve të jashtme dhe duhet të mbajnë dignitetin dhe autoritetin dhe respektin që kanë. Prandaj edhe paralajmërimi i presidentes Osmani ku në disa pyetje të gazetarëve thotë ka dhe zgjidh ka opsione tjera nëse nuk prezantohet mund, nuk e di nëse mendohet të kthehet në Guxha, e cila më nuk është ajo që ka qenë në atë fillim, edhe në për sondazhet të saktura që janë bërë nuk ka dalë mirë, ndonë se është matur pa prezencën e presidentës Osmani, apo mund të ndodhë që të krijohet një formacion të ri politik dhe ashtu është ka pasur mjaft diskutime në për qartëse të caktuara se ka pasur do thot një iniciativë të tillë për të krijuar një formacion të ri politik. Prandaj, koha është e shkurtër, brenda një muaji kalendarik gjithçka do të qartësohet dhe do të marrim vesh pozicionin e secilës palë
në këtë drejtim. Para pak ditësh, Kosova u bë njëra nga vendet themeltare të Bordit të Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare që u themelua me iniciativë të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe u vlerësua gjerësisht edhe me vlerësime dhe mendime të ndryshme sa i përket rëndësisë së saj dhe pjesëmarrjes së Kosovës, por a besoni zotëri Mulolli që ky veprim, ky zhvillim do t'i jap përparësi zonës Osmani në këtë synim të saj për të bërë sërish presidente? Unë mendoj që jo, sepse ftesa, unë kam lexuar edhe atë statutin themelus të Bordit të Paqes, dhe aty është e qartë që thotë ftesa i dërgohet presidentit ose udhëheqësit të shtetit ose të qeverisë së një shteti. Në atë rast ju është dërgu presidentës Osmani, kishte lajme të pakonfirmuara se kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama, ka ndikuar, sepse dhe ftesa për Kosovën edhe pak më vonë, jo njëjtën ditë me vende tjera. Në total janë dërguar 60 ftesa, gjithsesi pjesëmarrja e Kosovës aty është pozitive në aspektin e forcimit të një sovraniteti të brisht ose të kontestuar që kemi ndërkombëtarisht, pasi që kemi ende shumë shtete që s'na kanë njohur. E them këto me qëllim sepse mund atë bord ka shumë shtete të cilat nuk na kanë njohur dhe atë ditë një pjesë e atyre shteteve që ishin ulur në Tryezhë bashkë me presidentin Osmani, që është një farë njohje de facto e sovranitetit të Kosovës. Në anën tjetër, e them që pozita në atë bord, çfarë do që t'jetë, është i lidhur me institucionin, jo me personin. Gjithmonë politikanët mund të kenë pëlqyeshmëri, mund të kenë marrëdhënie më të mirë, sepse kanë komunikim më të mirë, i pëlqen njëri me tjetrin. Mirë po nuk është domosdoshme që ajo të jetë e lidhur gjithsesi me rikandidimin e presidentës Osmani edhe për një mandat. Zotëri Osmanaj, se e shihni ju ndërlidhjen e mundshme të antarësimit të Kosovës në Bordin e Paqes përmes përfaqësimit të presidentes Vjosa Osmani, synimin e saj për të bërë sërish presidente dhe mundësinë që kjo çështje të ndikojë tek zotëri Kurti që të jetë më dorëlirë, më thojnë, nëse mund të themi, sa i përket prezantimit të emrit të saj si kandidate për presidente. Nuk është që e besoj një gjë të tillë, ndoshta ai po referohesh edhe këtij lajmit ose atij artikullit të gazetës gjermane në lidhje me mundësinë pra që zona Osmani po e përdor, si më thon, Bordin e Paqes dhe si vjen raportin e saj të ngushtë me zotin Trump, ashtu siç është portretizuar për një mandat tjetër. Unë nuk besoj, ashtu siç e tha zoti Mulolli, pra kjo ftesë ka në adresë të institucionit të presidentit, jo në emër të përvetshëm, pra ashtu siç është zonja Osmani aty, kushdo që do të jetë pas saj, pra do të vazhdoj punën e saj, do të vazhdoj që të kemi raporte të tilla, ne raportet me Shtetet e Bashkuara kemi pasur të mira, pavarësisht se kush ka qenë president ose presidente apo në postën e kryeministit, normalisht me uljet dhe ngritjet e veta, megjithatë partneri shqipe ose raportet në mes vendeve nuk varen, si më thon, prej individëve dhe nuk janë në nivelin e individëve, pavarësisht që mund të ketë situata të tilla kur individët e caktuar mund të ndikojnë në përmirësimin ose për shkallëzimin e raporteve. Unë nuk mendoj që normalisht zonja Osmani do ta, si më thon, do ta trumpetoj si një sukses të saj me të drejtë besoj uljen në një tavolinë së bashku me shumë vende të tjera të cilat e mohojnë ekzistencën e Republikës së. Dhe mendoj që kjo në aspektin në rrafshin e politikës globale, pra është një fitore për Republikën e Kosovës që të jetë akteri barabartë, si më thon, së bashku me gjitha këto vende të cilat se kanë njohur, pavarësisht se çka dhe si mund të mendojmë për Bordin e Paqes, që unë personalisht kam shumë me dyshje dhe kam mendime të tjera, kisha me thonë si politolog, megjithatë në kuptimin e forcimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës në aspektin ndërkombëtar, mendoj që ka qenë një arritje e madhe që duhet vlerësuar, veçanërisht në këto rrethana pra kur po komplet si më thon, ristrukturohet rendi global dhe kur nuk po e dim saktësisht më se kush është aleati kujt dhe kush qëndron në anën e kujt, është shumë e rëndësishme pra që Kosova të di ta gjejë veten në këtë mes, normalisht duke qëndruar pra aleatëve të saj të kahmotshëm,
në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po normalisht edhe Bashkimin Evropian që është po ashtu një aliat shumë i rëndësishëm dhe një adresë e përhershme për Kosovën. Po, sa i përket bordit të paqes, zotëri Osmanaj, përmendëm edhe artikullin e gazetarit të gazetës prestigjioze gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mihail Martins, i cili ndër të tjera kritikoi zonin Osmani se përmes ndihmës nga familja e presidentit amerikan Donald Trump po synon ta marrë edhe një mandat të dytë në krye të Kosovës, duke e theksuar edhe atë veprimtarinë apo atë ngjarjen e para disa ditëve ku zonja Osmani publikoi një video në rrjetet sociale nga promovimi i dokumentarit për Melania Trump të bashkëshortën e presidentit Donald Trump, dhe si e vlerësoni paralajmërimin e ekipit të zonës Osmani se do të ndjek rrugët ligjore në Gjermani ndaj këtij artikullit të gazetarit Martins? Artikulli duke që të ishte më shumë një opinion, kisha me thonë pa qëndrim i gazetarit, dhe normalisht është e drejtë e lirisë së shprehjes që i garanton një gjë të tillë, dhe nuk besoj që zona Osmani apo institucioni i presidencës do duhet të lëshojë pra në si më thonë veprime të tilla për shkak se do të çonte sinjale negative. Nëse ka fakte të cilat janë të pasakta, normalisht që duhet të ngriten, të adresohen, të sqarohen në mënyrë publike, por që nuk ka nevojë që të ketë iniciativë të tillë, për shkak se ne kemi pa që një veprim i tillë ose një qasje e tillë është karakteristikë e liderëve me prirje autoritare, më shumë dhe që një sinjal jo të mirë, kisha me thonë, për Republikën tonë, për institucionin e presidentes, dhe në këtë kuptim normalisht që presidenta do duhet të kishte shumë kujdes, ta vlerësonte me shumë kujdes, dhe normal është presidenti një vendi dhe ka marrë pjesë në qoftë, ka qenë pjesë, si më thonë, këtij aktit konstitutiv të bordit të paqes, po edhe një aktere mjaft e zëshme në arenën ndërkombëtare, dhe normalisht do ta ketë vëmendjen, do të ketë artikuj të tillë, do të ketë kritika që presidenta duhet t'i shqyrtojë, t'i mirëpres, po dhe të reagojë aty ku ka fakte të pasakta. Unë nuk mendoj që ka diçka negative nëse presidenti Trump, që familja e tij, kushdo e përka presidentin Osmani për një mandat tjetër ose shpreh përkraje të tillë, pra është shumë normale në arenën ndërkombëtare dhe nuk besoj që ka diçka negative, përveç nëse kjo përkraje ndërtohet mbi bazat e ndonjë interesi që shkon për te, si më thonë, marrëdhënien mes dy vendeve ose në dëm të Republikës tonë. Në anën tjetër nuk besoj që ka ndonjë problem, ne kemi në Republikën tonë ka qenë shumë e shprehur, pra që gjithë lider politik të thirrën në mbështetje në Shtetet e Bashkuara, të thirrën në mbështetje edhe të përveçve, qoftë të senatorëve ose të anëtarëve, si më thonë, të kabinetit të shtëpinë e bardhë, kështu që nuk mendoj që është diçka negative. Mendoj që presidentja do të bëjë gabim shumë të madh nëse vendosen të trajtojë këtë si një, si më thonë, si një sulm ndaj saj dhe të mundohet përmes rrugëve gjyqësore të adresohet atë, për shkak se nuk besoj që bie në këtë domen, është më shumë në domenin e lirisë së shprehjes dhe nuk mendoj që do t'i shërbente as presidentes Osmani, po as Republikës tonë pozitivisht. Ju falenderoj shumë, zotëri Osmanaj, për kohën dhe kontributin në këtë diskutim. Do t'ju liroj për shkak që nuk keni kohë më shumë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit me të kënaqësi. Do të vazhdojmë bisedën me ju, zotëri Muljolli. Si vlerësoni ju këtë veprim dhe këtë paralajmërim të presidentes Osmani sa përket artikullit të gazetën gjermane? Po, plotësisht pajtona me zotin Osmanaj, do të thotë që presidentja nuk është dashur më lëshu në atë nivel. Është një artikull, një opinion i një gazetari, siç mund të ketë opinionet të qindra dhe mira gazetarëve në nivel global edhe vendor, edhe si aq më tepër nuk do duhej të bënte, them, një farë kërcënimi publik me padi. Do thotë sepse nuk është në frymë demokratike, është liri e shprehjes, nuk është se gazeta ka publikuar ndonjë pseudo dokument ose diçka të tillë. Ai ka shpreh një opinion dhe ka vlerësuar situatën në atë mënyrë. Do thotë, ne të gjithë e dim, ju më mirë në gazetari dhe posaçërisht në të shkruar, sidomos editorialet dhe kolumnët hyjnë në thellë në argumentime dhe në analiza, dhe ajo analizë mund të çet në atë drejtim. Do thotë, kështu që nëse ka rrjedhë logjike dhe opinioni i gazetarit, i cili është i njohur, do thotë nuk është ndonjë gazetë që merret me spekulime ose kështu me radhë, po është një gazetë
serioze dhe cila njek politika redaktoriale, do thot, ku gjithsesisht qërtohen edhe për ekspozim ligjore ose për shpifje dhe gjana të tilla. Mendoj që do të ishte gabim të ndiqej një rrugë ligjore. Ne patëm edhe reagimin e gazetarit që unë kom folur dhe për oligark rus se shumë figura negative, globale, edhe kërkush nuk ka kërcnu me padi. Kështu që e të vije një diçka e tillë, një deklaratë e tillë pej prezidentës Osmani për një vendi që ne me të vërtet kemi fillu me konsolidu një demokraci kogja mirë në mbikëqyrje dhe mbështetje të shteteve tona perëndimore mike, nuk është e udhëze, nuk është e drejtë. Do të ketë vazhdimisht kësi deklarata, mund të ketë edhe intensifikim të tyre këtë periudhë një mujore deri në zgjedhjen e presidentit apo rizgjedhjen e presidentës. Prandaj do të ishte më e mirë që të sillet mirë më të matër dhe sepse nuk është mirë pasi që është presidente ende e plotfuqishme, nuk është mirë që të shohet në gjëra të tilla siç është ngritja e padis në një gazetarit një vendi të BE-s, as më shumë një vendi mik siç është Gjermania. Në fund zotëri Mulollit flasim pak e përmendet shkara në fillim çështjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb pas vendimit dhe sqarimit nga ana e gjykatës kushtetuese. Vlerësoni se mund të jetë problematike pozicionimi i partive politike i mund shumë i njëjtë, sikurse vitën e kaluar sa i përket propozimit të mund shumë nga ana e listës serbe dhe mundësia që kjo të çojë pastaj në një blokadë të ngjashme sikurse ajo që e kishim vitën e kaluar. Unë mendoj që aktualisht çfarë duke ndodhur është më shumë një reagim i një dështimi me reagu në kohë ndaj listës serbe. Në momentin që është nxënë që ka ndodhur rasti Banjskës dhe ke pasur në kryetarin e listës serbe duke udhëhequr një grup terrorist që e cënon rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, atëherë ka në momenti që të mblidhen institucionet, të shikohet cila është rruga e qartë për të deklaruar listën serbe organizatë terroriste. Jo mas një viti e tepër. Të fillot të reagohet me gjana tilla. Aq më tepër, ata e kanë pa këtë rrezik dhe mas disa ditëve apo jave dhe ndruan të gjithë strukturën politike për të ikë përgjegjësisë lidhjen e përgjegjësisë individuale me përgjegjësi kolektive të listës serbe. Prandaj këto reagime po i shoh vetëm si këto veprime po i shoh si reagime të një dështimi për me reagu kur është dashur. Tani, të gjithë nënkryetarit janë zgjedhur përpara në pako, në procedurë, ku të gjithë nënkryetarit kanë shku këtë herë u shmang nga e procedurë dhe na sjellin në këtë problem që jemi tani. Mendoj që do të ishte e rrugës mund ndjek procedura si ka qenë paraprake, ku është shku me votim në pako të nënkryetarëve, dhe mandej çështjet që i kanë bëj me listën serbe dhe me angazhimin e tyre në lidhjen e tyre me rastin e Banjskës të ndjekën me rrugë ligjore. Kosova ka institucione tashmë të konsoliduara, i kemi të gjitha nivelet e gjyqësisë, prokurorisë, prandaj duhet i lihet ajo punë atyre. Zotëri Mulolli, kemi ardhur në fund të bisedës për këtë çështje. Ju falenderoj shumë për prezencën edhe gjitha këto diskutime që i zhvilluam lidhur me çështjen e presidentës. Faleminderit, është kënaqësi. Faleminderit shumë. Ndërsa ne të nderuar shikues do të shkojmë në kuvendin